Rreshtet e shiut shkaktuan përmbytje dhe problematika në disa zona të vendit. Këto pamje vin nga Himara dhe u krijuan pasi përroj që kalon mes qytetit doli nga shtrati pas rreshjeve intensive që shtuan prurjet. Disa rrugë u zhytën në ujë e balt, ndërsa përmbytjes nuk i shpëtoi as komisariati i policisë. Problematika u shënuan edhe në disa fshatra. Kur rreshjet u qetësuan, forcat e bashkisë nisën punën për rikthimin e situatës në normalitet. Këto imazhe tregojnë se çfarë la pas vërshimi i ujrave. Përmbytjet u rikthyen edhe në Durrës, i njohur tashmë me këto situata sa herë ka rreshje intensive. Në disa rrugë të qytetit bregdetar, niveli i ujit arriti mbi trotuare për pasojë pati vështirësi në lëvizjen e këmbësorëve dhe mjeteve. Në zonën e Currilave u rikthyen rrëshitjet e dherave duke krijuar vështirësi në rrugë. Rrëshitje gurësh e dherash u raportuan edhe në zona të tjera të vendit. ARSH ndërkohë konfirmoi se ka përfunduar ndërhyrje në fshatin Dragostunj për të shmangur rrezikun e rrëshitjeve të reja në aksin Librash-Prenjas, ku tashmë qarkullimi kryhet normalisht. Parashikimet janë që moti i paqëndrueshëm e rreshje shiu do të vijojë, ndërsa në zonat malore rikthehen rreshjet të dëborës. Dhe java që vjen pritet që të kemi kushte të paqëndrueshme sa i takon motit në lartësitë mbi 1000 meter, rreshjet do të jenë në formën e dëborës. Muaji i shkurt pritet të jetë më i thatë se janari, por sërish me prani të rreshjeve të shiut, ndërsa temperaturat do të vijojnë të mbeten mbi mesataren shumëvjeçare.